mendon ti që do ketë një paqe me presionin amerikan apo rusët nuk do duan t'ja dinë, do ta çojnë realizimin e objektivit tyre? Troç, për sa kohë këto janë ca perandori tani, siç folëm, dhe Anglia dhe Rusia janë ca perandori që nuk mendojnë për sot. Do mendojnë për 100 vjet. Edhe Kina. 100 vjet nuk mendon për sot. Asnjë gjë nuk bëhet sot për sot. Sot për sot është hajtë kusej mushtat, si thot Trumpi, për shumë, se Trumpi s'vjen nga perandori. Jo. Gjë e vogël e Amerika, sot o nesër sot, se ne fshim vare. Ana bindën, po 200 vjet është fare leshtë, bota ka përjetuar në pa Amerikë, për shembull. Por këto janë perandori, dhe kur them janë perandori, do të thot kultura e tyre. Edhe Turqia, edhe populli i Bravo. Edhe populli i tyre. Bravo, shumë bukur. Jo vetëm me administratës. Eksaktësisht, më këto është një që ne shqiptarët është shumë e vështirë ta kuptojmë se sa deep, se sa e thellë është mentaliteti i tyre që mendojnë për 100 vjet. Jo vetëm Mari, do pa ata shohin edhe 1 vjet mbrapa. Do me thënë, qa i ka bo të mirë të keqe shqiptari, të mirë të keqe polaku, të mirë të keqe francezi. Po pra, është dokumentu me tjitha. Ta jetojnë me historinë, thoshtë, për të shohin për pra, po jetojnë me historinë. Do të marrësh vesh për Skënderbeun. A i njëta gjë me turqit, me anglezët, me turqit, do të marrësh vesh për shembull historinë tonë e gjo, shko ke turqit, ke arkivat turke, shko ke arkivat angleze, shko ke arkivat ruse. Ke ato gjithë, për gjithë. Ato nuk humin kurrë, ato nuk hapen. Nësë kemi arkiva fare. I qamë, sa e vite sare, i fshite. Merte ato spionëtave që ishin, e fshishin ato të vetat, po sa le kështë registrumë, si leta shumë. Në kur do i thret, dalin gjithë, si nga Amerika, si të prek, a mund nësë të dasë për ca nga këto. Ta shi më kanë dalë, më kanë pru nga që flasim dhe në emision, më kanë pru sa se disha, sa si o mone jemi jetë njërës, po më kanë pru edhe kush ka qenë spion, mi kanë pru me lista kështu, jo spioni më burë të kanë qenë nga ato që spionosh njëri tjetrin. Të merë, fare më burë. Do më infektojnë në telefonin, nesër. Pra, për Rusin, është një lloj si kapitulimi, si lejimi i një vatre infekcioni me britanik ose amerikan brenda Ukrainës. Një lloj si vdekja e Rusisë. Nëse kjo vatër nuk do fshihet ose ai do ndjej që është e parrezikshme për të pasur infekcion, kjo luftë nuk do mbaroj deri ke Rusi i fundit. Pra, nuk po them që do fitoj Rusia. Po duhet ta çosh ke Rusi i fundit. E di sa më bëni përshtypje, Marildo? Se ti a u shpreha qartë. Kështu e ka dhe Anglia, po të njëjtën gjë. Kështu e ka, më fal, edhe tjetri turku, po të njëjtën gjë. Në mbështetje të kësaj, dua të bie diçka kur thonë komunizmi se. Stalini kishte marrë përsipër në konferencën e ose Teheranit ose Jaltës, kishte thënë 2 muaj mbas kapitullimit të Gjermanisë, unë do hyj në luftë kundër Japonisë. Po. Dhe në 1905 perandoria është betejë e famshme e Tsushimës, betejë detare ku Japonia mundi perandorinë ruse. Ja shfarosi flotën kombëtare. E di. Dhe në vitin 45 Stalini thotë, do t'i shpallim luftë Japonisë, sot me lexo fjalimin e shumë kurioz, nuk përmend jo do komunizmi internacional. Dhe neve nuk do ta, se neve nuk e kemi harruar kur për 40 vjet. Poshtrimin që na bën japonezët në Tsushima. Dhe ne do t'ja u kthejmë mbrapsht këtë poshtrim. Dhe i hyni ku do dhëm e ku do djeg. Që të mos në Kinja, bo qa i kanë bo aty. Tani, më falë vetëm të shtoj... Shumë punojnë perandorit. Të shtoj diçka ishte shumë, se pas historinë, se tisha historinë e Kinës, të luftës dytë botërore. Po ta shohësh luftën në Ukrainë, si zhvillohet është kë kapi-kra që këta të largohen. Edhe tak kapata. Boj-kra, këta duhet largohen. Nuk e di, kra mare, po që të largohen. E ti si ishte atje në Kinë?
rrethoj që mos dali frym, morr nga këta dali për jashtë. Në vërtet. Eliminim total. Garantit. Tani, shive gjithë luftën e dytë botërore, ajo që ka ndodhur në Kinë, është e jashtëzakonshme, nuk bëhet fjalë që ishin të lumtur të fitoshin betejën. Duhet mos piptite japonisht mo, as oja. Pra, ishte një si më të thënë, një mlef i papar. As me gjërmont nuk ka ndodhur kështu siç ka ndodhur me japonezët. Jo, kjo. Se ndoshta dhe japonezët bën shumë krime në Kinë, po ishte dhe pjesa e Rusisë që u fut aty domun që i dhan ndihmën, Po edhe ishte ata bën një betejë, ja vësuan disfat japonezët të madhe, dhe pastaj nëse historia, ajo armatu zhvendos që mbrojti Moskën, Zhukovi ishte, por e vërteta është, nëse kur lexon historinë, e kupton që nëse amerikanët u përpoqën për të marrë një ishull sa Okinawa, edhe thanë duhet përdorin, po ata në Kinë futeshin si thikan, ata japonezët e të mërshëm që kishin marrë përpara me britanike, me kanadeze, me australiane, me amerikane, i fshin futej si thikan në gjalp. Boll të shikosh dokumentarët, futej kap, shfarrosh. Unë nuk e kisha pa në je, po ishte shumë të mërshme. Një luftë e jashtëzakonshme. Ishin Roma sa ne që ajo ushtri ishte ka lidhur 5 vjet me Gjerman, nuk ishte ka lidhur me kupton, nuk gjithsesi është interesante. Nëse pra duhen kuptu. Unë nuk e prisja këtë zhvillim që rusët të talleshin me ofertat për paqe. Tani do ta ripërsëris ndoshta një formë tjetër. Rusi, nëse pranon ofertat që këto i japin, është një lloj sikur të pranoj që Rusia nuk do ekzistojë më. Kam idenë që Putini nuk e kap fundin e muajit, pastaj. Po, as Putini, po edhe vetë Rusia, domethënë, po bravo, Putinin e rrjepin direkt. Se thoshte shumë bukur një analist italian. Nuk e ka kriju Putini Rusinë, Rusia ka kriju Putinin. Kjo është shpreha më kryevepër që kam dëgjuar. Po iku Putini, do vi një më i keq se Putini. Shumë më i keq se po të dëgjosh këta që janë çik poshtë Putinit tani, sepse Putini është shumë i pjekur politikisht, është jashtë masë i pjekur, është kokë ftoft fare. Këta tjetë udhin bombën atomik, këto të thënë tysh, këto ta qesin Ukrainë, ta kthejnë naç. Prigozhinin, shefin e shtapit Prigozhinit ishte një Dimitri e kisha parti, ishte llafare, ishte gjysmë i çmendur që të sy do. Domethënë ato shqyr që hodhin me avion, se ato nuk e prisnin dot kështu. Jo, kështu se prisnin dot. Vetëm në ajër se s'dinte të fluturonte. Dhe imagjino ta ketë ai Chelsea me bombë atomike në dorë, ato mendova në atë moment. Pra, ta morëm jashtë çdo lloj emocioni. Çfarë do lloj tërheqje sa do e vogël e Rusisë, nëse nuk do luftojë deri në ushtarin e fundit për të arritur qëllimin, dhe qëllimi është shumë i thjeshtë. Do pavarësisht se çfarë di njerëzit, qëllimi është shumë i thjeshtë. Largoni britanikët nga këtu, largoni amerikanët nga këtu, largoni çdo lloj rreziku që mund të akumulohet nesër në Ukrainë, dhe këta rrezik e lejnë kufinë aty ku ishte dhe ikin mbrapsht. Nëse rusët aty do meshin drejtat e veta, sepse fillimi i asaj lufte është dorë britanike, asnjë lloj gjoje tjetër. Që nga ngacmimi i fesë tyre, që nga ngacmimi i gjuhës tyre, pavarësisht se çfarë thon këto që erdhi rusi aty ka ajo dhe u çmen Putini dhe futi ushtrinë. Krytën, sa s'kish ku shkote më. Dhe tash për shumë ky është rezultati. Një zhvillim interesant është kjo që. Ky është rezultati. Ky është rezultati në 2014 të shkretët Ukrainës kërkuan vetëm 14 bilion borxh. 14 miliard euro borxh. Ja kërkuan. Amerikës pas e di dhe kujt ja kërkuan. Amerikës pas, FMN-s, dytës, Europës, tretës, jo. Ju dhanë 4. 4, po duhet botat ato ndryshimi që të humbte 16. Ja afroi Putini. Ndodhi çfarë ndodhi, edhe ku jemi këtu. Edhe gazin me çmim më të lirë. Bravo. Kështu që kjo është që ta kuptojnë, nëse u dhimbse të Ukraina, un po flas se mu më dhimbse të Ukraina, ju dhimbse
mos zhdukja e Rusisë, pra jemi në dy lloj ashtu të ndryshëm. Kusë më dhimbë që të Ukrajina, se kishte 50 milion dhe kam pas një respekt i jashtëzakonshëm, se kam pas artist që ishin shihen time, qoftë në arkitekturë, qoftë në kështu se këto bën dhe atë arkitekturën minimaliste, domethënë më nga japonez, po bukuron shumë. Domethënë janë ca të çmendur, janë të mrekullueshëm, me sinqeritet, janë të mrekullueshëm. Domethënë i ka pas ndjek. Shevchenko më thotë, po, nga Anglia për shembull, unë kam njoft asnjë rus, në mund ta them. Siç për shembull unë them, Michael Jordan në Amerikë për basketbollin, pra çdo gjë ishte amerikane, se di jam kuptoj. Edhe këto unë kisha çdo gjë që ishte afërshive vetëm, në fakt ishte ukrainase. Se di jam kuptoj. Është për tu hapitur, është edhe një në Itali, një profesor Orsini, të cilin e akuzojnë për filoputinist. Ai ka shkruar disa libra, tha një fjalë bukur sa e morën në intervistë. Unë s'kam takuar asnjë rus. Nuk kam qenë në darkë me asnjë rus. S'kam shku asnjëherë në Rusi, nuk ashtu. Por tha më thoni vigjova, a kanë dalë ato që kam thënë unë apo jo? Për leje pastaj etiketën jo ashtu, jo si e kështu. A kanë dalë ato që kam thënë unë? Unë s'njoh asnjë prej tyre dhe jo të më lek, unë nuk i njoh kush janë, s'kam ngërë një drejt, s'kam qenë asnjëherë, s'kam. Kusht unë mund të themi gjë tjetër që ai se ka thonë, të gjithë ata që janë anti-rus sot në fakt janë anti-Ukrainës, pra nuk është se kanë problem zhdukjen e Ukrainës. Të gjithë ata janë pa fytyrë fare, po ta ja thotë Maritë në sy, sepse nuk janë anti-rus. Më kupton? Është si puna antikomunizmit. Po. Antikomunizëm idea më i do anti të gjitha tashti. Në fakt e kishin me shqiptarët. Bravo. Dhe kjo anti-rus që kanë këta që gëzohen për shembull, sepse sidomos nëse këto mediat e huaja, që bëjnë, ti shkoj gric aty që e të fusi 20 bomba mren, e gric dhe sa të fusi bomba atomike mren, pra shkatrove një komp. Shkatrove i komp dhe marrim anën tjetër që të kuptohet se çfarë po them, është kjo, që nëse se Rusia kapitullon sot, kapitullon tërësisht, zhduket Rusia. Jeta e asnjë ukrainës aty nuk do jetë e mirë. Jo. Nuk do jetë më e mirë se 2014, do jetë shumë herë më e keqe. Jo, siç është. Po do jetë pastaj një tmerr i madh, sepse janë brenda 160 etni në 16 milion kilometra katror. Kështu që nuk është se ditën e gëzimit të Rusisë, sa të kaloj dita 3, do jenë dhe pa bukë, se s'ka mos ndihmë për ta. Okej, e mbyllim. Natën.